Strukturat e policisë së shtetit në qarkun e Lezhës kanë zhvilluar fazën e dytë të operacionit të koduar Mirdita, që synon goditjen e grupeve kriminale të angazhuara në kultivimin, përpunimin dhe tregtimin e lëndëve narkotike. Si rezultat i hetimeve të vazhdueshme në bashkëpunim me prokurinë, janë arrestuar 3 persona, 2 prej të cilëve vëllezër, të dyshuar si bashkëpunëtor të një grupi të goditur, një javë më parë gjatë fazës së parë të operacionit. Gjatë kontrolleve në zonën e fshatit Shëngjergjë në Mirdit, policia ka zbuluar një sasi prej rreth 40 kilogramësh lëndë narkotike dhe ojë kanabis sativa që ndodhet në proces tharje pra një banese të braktisur. Po ashtu janë sekuestruar 4 automjete dhe 5 telefona celular, të cilët dyshohet se përdoreshin për transportin dhe koordinimin e aktivitetit kriminal. Sipas të dhënave zyrtare, të arrestuarit dyshohet se vepronin në bashkëpunim me personat i ndaluar gjatë fazës së parë të operacionit, ku sekuestruan 33.7 kg kanabis dhe u azgjësuan 220 bimë narkotike në fshatin Shtuf. Hetimet kanë zbuluar se rrjeti kriminal kishte krijuar një sistem të mirë organizuar për kultivimin dhe përpunimin e lëndëve narkotike, të cilët më pas përdoreshin për tregti brenda dhe jashtë vendit. Policia e Lezhës deklaroi se operacioni është ende në zhvillim, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.